Këtu është horoskopi i martë 20 maj 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Dite e mire. Ju jeni shëruar edhe nga pak shqetësime fizike, po fitoni përsëri. Dilni me idetë e mira që keni në mendje. Paqja e bërë në dashuri. Demi. Ditë pak e lodhshme, dikush duhet të kapërcej pengesat dhe të arrijë qëllimet. Si çift, diçka nuk është në rregull, provoni të bisedoni me partnerin tuaj. Binjaket. Një ditë e rëndësishme për ndjenjat, ftoj veçanërisht ata që kanë disa kohë vetëm të shikojnë përreth. Puna ju përfit shumë, por kënaqësitë nuk mungojnë. Gaforja. Shpenzime më të larta. Në dashuri nuk ka një pasion të madh, por faji nuk është i juaj, jo për historitë komplekse ose të pakontrollueshme. Luani. Nuk është një ditë e lehtë. Në dashuri kam frikë se ndonjë lidhje do të ndërpritet sepse njëri nga të dy është shumë i shqetësuar, shumë i trazuar. Virgjeresha. Veproni me kujdes në këtë ditë të veçantë që e bën mendjen tuaj mjaft të trazuar, veçanërisht në mëngjes. Mund të keni agitacion që është disi në kundërshtim me dëshirat tuaja. Peshorja. Je në pozicionin kryesor me energji verbuese. Vizioni juaj për botën bëhet më i qartë, njohurit tuaja bëhen më të rafinuara dhe shijet tuaja bëhen më të rafinuara. Akrepi. Nëse do të kishte probleme tani, do të vini re një rikuperim brenda pak javësh. Punë me kohë të pjesshme dhe mundësi për të pohuar veten me njëherë, thjesht duhet të dëshironi. Shigjetari. Ditë interesante për ata që duan të provojnë letrën e fatit, për ata që duan të provojnë një pajtim. Ju jeni më të motivuar në dashuri, duhet të mbyllni të gjitha gjërat që ju interesojnë deri sonte. Bricjapi. Shumë janë duke rizbuluar vlerën e familjes, dashurisë, nuk po them që puna do të zërë vendin e dytë, por padyshim që në këtë periudhë ju duhet qetësi. Ujori. Është koha e duhur për të pohuar veten në çdo fushë të jetës tuaj, fitore të vogla apo të mëdha të mundshme. Për çështjen që keni, prisni disa ditë dhe ajo do të zgjidhet vetë. Peshqit. Ju e dini cilat janë aftësitë tuaja, tani duhet të bëni hapa të rëndësishëm. Nëse keni ca para për të kursyer, mund të bëni edhe një investim të mirë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.